Do vi sot? Po mirë, okej. Kush e mëson këto o zoti ma... Kur do vi? Kush e mëson? Përshëndetje. Përshëndetje, ti do t'jesh Klea apo jo? Po, unë jam Klea. Po, unë jam Adi, po, Dadoja jo, po. Jam kolegu joti i ri që do të prezantoj me vendin e punës, po. Se jam pak tip që emocionohem shpejt. Këto janë produktet, disa nga produktet. Mos e prek! Mos e prek sepse janë delikate, janë gjërat e brishta, kupton, duan paqe, e kupton? Mos e prek tash! E kupton sepse Po, si të tregoj klientit? do ta mësosh me eksperiencën, për ditët e vazhdim. Kuptoj. Atëherë vazhdojmë nga ana tjetër. Mos e prek të thash, moj! Mos e prek, sepse e kupton. Shefi jonë është shumë, e kupton, është i brishtë në produktet. O, sa veta jeni këtu? Më trego më shumë për stafin, se duhet ta di. Stafi jonë është shumë i këpritës dhe janë shumë... Janë zhurmat e komshimin gjitur se po, e kupton, po... Po, bravo. Vazhdojmë nga ana tjetër, se pas ka pak zhurma nga shkallës. Okej. Tani do të tregoj se si regjistrohet një porosiere. Jam dhe në cikletë sepse sa ke ardhur. Po. Me 3 hapa të thjesht, futesh, logohesh në program, do kesh userin tënd, klient të rinj, porosia, 2-3 hapa. Është shumë e thjeshtë. Kaqë? Klientët tanë janë nga më të mirët, kemi në gjithë botën klient, dhe nuk do të duhet të nervozohesh në punë, domethënë. Shumë për të ndej. Goca, pizza. Po si s'më pizza. Jo, faleminderit. Do porosim të porosim. Jo, unë nuk kuptoj se nuk kam marrë një minutë me vete se mendova se do bësh rri dy vetëm një pizza. orë. Çfarë the? Mendova se do rri vetëm një orë edhe do hiki. Okej, s'ka problem, bëj vetëm një pizza. Që keni një staf shumë bashkë. Jemi shumë i pritës. Bye. Ku vetëm moj, hajde këtu.